Shkrimtaria e Mimoza Ahmetit në edicionin e 3 të Ferma Vipe ka rikthyer shkrimtare fuqishëm në qendër të vëmendjes duke bërë që publiku të rikthejë në qarkullim edhe daljet e saj të mëparshme televizive. Së fundmi, një video e poetes nga koha para se t'i bashkojë reality show është bërë virale në rrjetet sociale. Bëhet fjalë për një intervistë të zhvilluar me moderatoren Bjeta Sulo. Gjatë kësaj bisede me natyrën e saj të drejtë për drejtë e pa filtra, Mimoza ka bërë një kërkesë publike drejtuar drejtuesve të Top Channel, duke zbuluar një pakënaqësi të saj për një hapësirë mediatike që i ishte mohuar. Gjatë bisedës në studio ajo shprehet: "I them Top Channelit, më jep një emision Moza Ahmetit për librin. Do ma japi? Ja, po ja bëj publikisht kërkesën. Po të ma japi sepse jam lutur 2-3 vjet dhe s'ma jep. Çfarë është kjo?" Kjo deklaratë e hapur tregon dëshirën e madhe që shkrimtarja ka pasur për të pasur një program të saj dedikuar letërsisë dhe artit. Megjithatë, tashmë situata ka marrë një tjetër kthes. Mimoza po shijon një sukses të jashtëzakonshëm dhe një vëmendje maksimale pikërisht në ekranin e konkurrencës, duke u kthyer pa diskutim në personazhin më të komentuar dhe më viral të këtij fillim sezoni në Ferma VIP 3. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.